Dyshi për çështjen Çezdia është shoqëruar me përplasje mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit në sallën e GKK-s. Gjatë deklarimeve të tij, presidenti mohoi çdo ndërhyrje politike apo ndikim në çështjen për të cilën akuzohej, duke thënë se veprimet e ish-bashkëshortes së tij i di vetë ajo. Meta hodhi poshtë pretendimet për mesazhe apo komunikime me persona të përmendur në dosje, duke i cilësuar akuzat si shpifje dhe një histori të sajuar. Meta: nuk ekziston asnjë lloj ndikimi për Adrian Shatkun, as për askën tjetër, as një SMS për Monika Kryemadhin, Piro Xhixhon, edhe një interes që mund të ishte i lishëm, as në Theodori Çamin që e ka mbiemrin Çami, po ka therrur Çam. Kjo është histori UDB-je. Edhe Adrian Shatku duhet të kishte ardhur këtu sapo dëgjoi emrin se ka ngrënë bukë në shtëpinë time. Adrian Shatku u largua më 1989 e mori UDB-ja, pastaj iku në Amerikë. Kjo është histori UDB-je dhe agjenturash greke. Nuk kam asnjë dieni për veprimet e Monika Kryemadhit, i di vetë ajo. Ato historitë e mesazheve i di zonja Kryemadhi. Në këtë moment Monika Kryemadhi i përgjigjet: boll se nuk është ashtu. Me llafet që të sjell Altin Dumani, thashë theme flet këtu. Mos u merr me llafe grash. Akoma merresh me thashë themet e Tedi Brushit? Pasi gjykata i tërhoqi vëmendje Kryemadhi, thot: kam 4 vjet që e dëgjoj dhe e duroj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.